Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz akuzoi presidentin rus Vladimir Putin se po zhvillon një luftë hibride ndaj Gjermanisë. Ai po zhvillon një luftë të informacionit ndaj nesh, ai po zhvillon një luftë ushtarake kundër Ukrainës dhe kjo luftë është e drejtuar ndaj të gjithë ne, tha Merz për transmetuesin gjerman në TV gjatë ditës së dieshme. Sipas udhëheqësit gjerman, presidenti rus po dëshiron që ta përmbysë rendin politik në Europë. Prandaj ne mbështesim Ukrainën, shpjegoi Merz, duke shtuar se është në interesin e Gjermanisë që të mbrojë rendin politik të shoqërive të hapura dhe liberale në Europë. Kur u pyet në mënyrë specifike nëse Putin po zhvillon luftë kundër Gjermanisë, Merz u përgjigj. Ai po zhvillon një luftë hibride kundër të gjithëve. Sa i përket të shtimit të incidenteve me dronë në Gjermani dhe në mbar Europën, Merz tha se e njohim kërcënimin, duke shtuar se Putin po dëshiron të nxjisë frikë. Ne nuk do të friksohemi dhe po ashtu do të mbrojmë veten në mënyrë efektive kundër këtij kërcënimi, theksoi Merz. I pyetur nëse po e shqyrton idenë që thrasë Putin, Merz tha se patjetër që po e shqyrton një mundësi të tillë. Mund të them se çdo përpjekje për të biseduar me të në këtë moment përfundon me sulme edhe më të ashpra ndaj Ukrainës, shtoi ai. Gjermania është një mbështetëse e madhe e Ukrainës, më e dyta pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket ndihmës ushtarake që Ukraina ka marrë nga vendet e perëndimit që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të shtetit fqinj në shkurtin e vitit 2022.